الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e Tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu Jelle Jalalu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, ju që besuat, friksoni Zotin sinqerisht dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duhet qenë besimtar të nënshtruar ndaj Zotit tuaj. Dhe dijeni se fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'ani Kerim, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kurse punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket çojnë humje dhe humja çon zjarr. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, pasi kaluam disa ditë mrekullueshme, 10 ditët e Dhulhijhes dhe kurora e tyre dita e Arafatit, e cila u pasua me ditët e Bajramit dhe Jamut Tashrik, ku njerëzit e madhërojnë Zotin e tyre. Endet njeriu I shkret dhe veçanti besimtari dhe muslimani mes provave dhe fitneve nga të gjitha krahët. Ne kemi gëzim, të tjerët I dhërohen. Ne bëjmë sadakat, të tjerët zemrohen. Njerëzit muslimanët bëjnë sakrifisë, të tjerët shpifin e shajnë. Ne përpiqemi sadopak t'i përmbajemi fesë tonë, disa smuren. Pra e kam për qëllimin, po ju rikthej një hutbe para 4-5 vitesh, atë që quhet mizat elektronike. Mizat elektronike, mizat sociale, mizat e gazetarëve, faqe apo opinionist, analist e tjerë me radhë, që shfaqen sa herë që ka një fenomen që lidhet me Islamin dhe muslimanët, hidhen në sulm mizat elektronike. Dikur e ka pasur titullin hutbia Harbul Mustalahat, lufta e termave, prej shpik sa më shumë terma në lidhje me Islamin dhe muslimanët, që të terrorizojmë njerëzit nga ana psikologjike dhe duke nxitur urrejtje shoqërore dhe përçarje në shoqëri. Sot filluan mizat elektronike dhe njëherë hodhën sulm më të strukturuara, përfikërisht për festat tona, pse jo dhe për vllajën tonë që u nis në Palestinë. Pastaj pasoi me pse u falën në shesh. Pastaj pasoi çkan këta që bëjnë këtë, çkan këta që bëjnë atë, sa herë që bëjnë diçka të tyre në muslimanët, hidhen sulm mediat dhe mizat elektronike. Hidhen sulm patriotët e rrem, bijtë e Skënderbeut rrem, nacionalistët e rrem, ata që kanë hallin, madje dhe shoqatat e kafshëve, çkan këta që I masakrojnë kafshët për Bajram. Allahu Ekber. I paska zënë meraku për hallet tona, për delet dhe deshët tanë, për namazin tonë, për agjerimin tonë, për haxhin tonë, madje edhe pse presidenti I vendit iku si individ për haxh, nuk iku në emër të presidencës, u hodhën sulm, largoheni, hiqeni nga posti. Ky tjetri që shkoi atje në Hamas me Hamasin, e tjera sulme, pse nuk shkon të mbaj pronat e tij në jug dhe në veri? Po ikni ju më trima të Facebookut që keni marrë për sipër të drejtoni vendin. Prandaj vëllezër dhe motra, edhe kur neve falemi
dhe nuk zëm pamjen e askujt, nuk shqetësojmë askënd, i drejtojmë vetëm Zotin ton, ata kanë problem, kanë urrëtie. Dhe kështu pra mizat elektronike me faqe falso, me emra të rrem, gjoja analist, gjoja gazetar, shprehin shqetësimin e tyre, prandaj institucionet e shtetit ta marrin përsipër këtë gjë. Është detyra e tyre, jo jona ta denoncojmë. Sa mirë që jep një lajme, sa herë që një musliman apo një grua me shami ndodh një fenomen, hidheni gjithë sulm. Mos hajni të rrini nëpër xhamia vetëm për spionur shtremër, spiononi çik drejt. Sepse ky nuk është çështje individësh, por të shash një bashkësi të tërë, si mbeti Osmanie, si arab, si dolën terroristat, na pushtuan sheshin. Kur dorin LGBT-ja që me flamurin e vetë mbuloi Skënderbeun këtu përpara ke gjoksi, hikën, humbën këta nacionalistat. Nuk flisnin me, u iku zeri, i zuri gripi, ishin smur me atak panik në zemër. Por sa herë që dalën Islami dhe muslimanët, ata hidhen në sulm mizat elektronike. Allahu Gjelle Gjelalu na ka vënë disa rregulla në Kur'anin Kerim o vëllezër që neve mos të bijem viktime këtyre njerëzve. Fjala e urtë e popullit thot qendlet lejnë karvanit eci përpara. Prandaj ju kam thënë mos u kompleksoni nga sharjet, nga fyrjet, nga shpifjet, nga talljet, nga nënçmimet. Këte neve jemi autoktonë në vendin tonë. Si musliman jemi autoktonë në vendin tonë dhe përpjekja për ta bërë rrymën kombëtare sikur vetët krishterët këtu qekan ata autoktonë në vendin e tyre nuk ka asnjë fakt historik. E megjithatë, kjo shumicë e nderuar, e cila punon me djersën e saj, shikohet si e persekutuar në vendin tonë dhe të gjithë hidhen sulm, madje bëri përshtypje që edhe te kafshët, shoqatët e kafshëve u kisha ardhur keq se ne banim kurban. Allahu Akbar. O ju vëllezër dhe motra, këto nuk janë gjëra të reja për neve. Por thjesht më vjen keq se si këta mjeshtra që kanë kohë që përpiqen të bëjnë një përçarje shoqërore, kombëtare, sociale, me nivele të nxisin urrëtie publike, pra nuk shikohen dot komentet, nuk del dot një hoxh që një halli problem se vetëm sharje dhe shpyfje, del noja, ndreku, preku, teku, thanasi nga jugu, dhe kur i kontrollon hyn detaj se kush janë të gjithë njerëz jashtë vendit, ose janë anonime, ose janë të rrehme, ose janë hapur para 2-3 ditësh. Prandaj, pse kjo urrëtie ndaj nesh? Neve që duan apo Zoti apo duan i bën kombin këtyre. Kombin ton shqiptar. U a bën hoxhallarët, u a bën fetvat e tyre, u a bën njerëzit e ditur të fesë islame, jo 5%, jo 60%, por 99% ishin muslimanë ata që e formuan kombin e shtetit shqiptar. Edhe vjen një pakic mizës elektronike dhe i thot shumicës ikni në Arabi, ikni në Turqi, pse iket këtu, pse iket atje. Jo mërë, ne jemi në vendin ton këtu. Nuk na e dhuruat tokën ju. Është toka e gjyshërve, 4 gjyshve, stër gjyshve tanë këtu. Pavarësisht se çfarë feje kanë pasur dhe çfarë besimi kanë përkatur, neve kjo nuk na intereson. Kombi është i gjithëve, kurse fen njerëzit e kanë individuale, e zgjedhin vetë, pra në bazë të kërkimit vërtetës. Prandaj dhe Allahu Azza wa Jall na ka dhënë rregull të qartë për mediat, për gazetarët, për nacionalistët e rrem që dalin mbrapa skene, thotë dhe kur atyre u vjen ndonjë lajm që lidhet me sigurinë ose frikën, ata e përhapin menjëherë. Na pushtuan arabët. Çka kanë këta që na zun sheshet, na zun rrugët, flasin për krimet osmane, por nuk flasin për krimet e grekëve në Çamëri. Flasin për krimet osmane, por nuk flasin për krimet e serbëve dhe malazezëve dhe maqedoncëve që i bën kombit ton. Flasin për krimet osmane, por nuk flasin për krimet e Bizantit në kohën e kujt? E krishterëve tanë kundër shqiptarëve tyre. Pra e çuditshme me këta valla. Pra flasin për çdo gjë, por nuk marrin përsipër të flasin për gjërat që duan. Dhe kjo duhet të jenë institucione si sigurisë vendit. Që kush janë këta njerëz? Kush fshihet? Kush sponsorizon? Një njeri jo vëllezër iku në Palestinë, me ndjenjën e qytetarit thjesht, i besimtarit thjesht, u hodhën sulm se avulluar kjo kishte bërë krim, pse sikën, thef shqafën, vdeksh, të kishin vrarë më mirë. Po, sepse këta nuk janë sprovuar kur u vritën fëmijët e tyre. Kur nuk ka qatë varrosi vetëm gishtat e fëmijës ti, nuk janë sprovuar këta kështu. Nuk ka varë për babën dhe nanën. Nuk e kanë shuar gjithë farefisin e këtyre, shqiptarëve të rrem, që e kanë shitur Shqipërinë që nga veriu në jug.
dhe në tragojnë sot për nacionalizëm, se ja pas kanë zënë kalin e Skënderbeut, shpo heqe i Skënderbeut shkreta t'i ku eshtë. Shko Pjanecë dhe urinojnë ke këmbët e ti. Shko LBGT-ja dhe mbulo me flamurin e saj. Shko nacionalistët dhe shpifin, shkojnë të tjerët. Pra disa i vën kryqin, disa i vën henzën, disa e mfalni e shpëshurosin, disa tjerë e degradojnë. Prandaj njeriu i mençur nuk shikon sloganet, shpifjet, emrat. Njeriu i mençur analizon dhe shikon faktet, shikon rregullat. Për te shpifjes dhe sharjes që ata bëjnë ndaj nesh, neve nuk na lejohet dalim nga etika islame. Prandaj ata nuk e kanë vëllezër se ata i trem sheshi plot, i trem rinia plot, i trem xhamia plot, i trem se nuk janë ajo rinia që duan këta që t'jenë në krimin organizuar, të korruptuar, të degeneruar, që t'i kenë në sqedllat e tyre. Kjo i trem ata. Po çfarë kemi ne? Punoni për zotrin për fen tuaj, punoni për kombin tuaj, për shtetin tuaj, për sloganet e juaja. Kjo është feja jonë. As i kemi marrë peng fen kujt, as tokën, as familjen, as fëmijën. Madje nxorën dhe ligjin ndije, ligjin për kontroll, për ndërhyrje hormonale, që nëse fëmia ndjet mashkull, ne i hedhim ato hormone që ta bëjnë femër me ligj. Me ligj këtu ndalohet duhani 14 vjeç, 18 vjeç, po lejohet që fëmia 14 vjeç ta ndryshojë gjinin. Allahu Akbar. Pra ja vëllezër, shikoni hipokrizia e këtyre, dredhjet e poshtërsitë e këtyre. Lejohet që t'ja shesësh pronën, qifutit, shejtanit, qoftë dhe arabit atje në jug apo në veri, po shqiptari pronari vet nuk e merr dot. Pra bëjnë të tilla skema që t'i përzën këta njerëz me slogane, me shpifje, me lloj gjërash dhe t'i thonë shqiptarëve, muslimanët krishterë, ikni andej, ikni. Por jo, problemi është me shumicën, sepse shumica është stabile, shumica është më e fortë, shumica meriton më shumë respektin, jo kundrejt tjerëve, po sepse e vërtet jetojnë me djersën e tyre, me moralin e tyre, me integritetin e tyre, me drejtsinë e tyre, me gabimet dhe hallet dhe qiet dhe të mirat e tyre. Dhe vinë ca njerëz sa miza elektronike, ca që bëjnë si analist, e ca që bëjnë si ku po qajnë hallin e kombit, e ca që kanë hallin gjëja të arsimit, pra vëllezër shpikin lloj termash, forma, mënyrash që ta shkatrojnë këtë kombi i shkreti që po vuan kaq shumë, pikërisht nga ata që neve i zgjohen dje. Prandaj thot Imam Taberiu rahimullahu taala, ky ajet thot është shortim thot për ata që përhapin lajme pa urtësi, pa verifikim dhe pa parpasojat që sjellin tek njerëzit. Është e padurueshme o vëllezër. Njeriu në gëzimin e vet, në fenë e vet, në familjen e vet, të diskreditohet mediatikisht, urrëtie pa parë, komentet pa parë, po pse? Pse ata kanë frikë vëllezër nga urrëtia e tyre njerëzve që nuk janë të degraduar, nuk janë të korruptuar, nuk janë moral, nuk janë imoral, nuk janë hajdut, nuk janë të shitur, nuk janë të degeneruar, kjo i prish punën e tyre. Sepse në termin e tyre të përgjithshëm nuk ekziston njeriu i moralshëm, por njeriu evropian. Ta zbukuroj me fjalën njeriu evropian, njeriu që pranon dhe tjetrin. Jo mëre, këta të hynë ke shtëpitë tona, të hynë te kalamajt ton, të hynë ke feja jon, të hynë te akidja, te ke besimi ynë, të hynë te shoqëria jon, të hynë te farefisi jon, të hynë ke pronat tona, dhe ne mos flasim se zemrohen kjo elitë e degraduar, e korruptuar e kësaj shoqërie, e këtë lloj politike, kurse ne të rrim t'i dëgjojmë këta, pikërisht ndonjëherë jo vetëm për fajin e tyre, por për fajin e shumë hoxhallarëve dhe vëllezërve kolegëve të mi që kanë hyrë në sqjedllët e tyre për interesa personale, drejt për drejt për interesa personale. Dhe sot ti nuk denoncon më krimet e Gazës, as korrupsionin se denoncon dot, as hajdutlikun se denoncon dot, as vjedhjen e pronës nuk del dot, as për të dalë atje me popullin e shqip për të kontribuar dhe për të kundërshtuar, për të mbrojtur familjen, nuk del doti. Po nuk del dot. Nuk del dot si e këtu. Njëri këtej dhe tjetri këtej. Prandaj edhe ndodhin këto fenomene dhe ai ti nxjerr pasaj 3, 4, 5, 10 hoxhallar mrapa me foto duke buzëqeshur. Hoxha që duam, i duam shumë, hoxhallarët e ditur, hoxhallarët e kështu, hoxhallarët ashtu. Prandaj o vëllezër dhe motra, muslimani akiden e ka të lidhur me Zotin dhe me shembullin dhe rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse hoxhallarët e gabojnë, siç kanë gabuar të parët ta nga ndikimet politike dhe fenomenet caktuara, gabojnë. Nuk janë pa gabueshëm. Por megjithatë, neve nuk kemi pse të shesim fen, apo familjen, apo kombin ton
se duan disa njerëz që na quajnë turk, mbetje osmane, arab, të shitur, tradhtar, a thua gjithë ta trimat e Facebookut, po qajnë hallin e kombit dhe vendit, dhe asnjëri prej tyre nuk e ngre zërin me të vërtet për fatin e këtij vendi. Kur urrejtja ndaj muslimanëve bëhet normalitet. Pse ky slogan vëllezër? Pse kaq shumë nxitje mediatike që njerëzit mos u bëjnë përshtypje nesër edhe vrasja muslimanëve, edhe cënimi i xhamive tyre, edhe shtypja e luftës, edhe nxitja e konfliktit, luftave civile brenda tyre. Pra siç kanë bërë shumë vende. Për shpikërisht nga këto urrëtie, nga kjo gjuhë që përdoret, a thuar neve si shqiptar, musliman shqiptar kemi ardhur nga një planet tjetër dhe na sollën këtu për sevap. Erdhën këta dhe na, beqë jeni ju këtu, rrini për sevap në tokën tonë. Prandaj, e çuditshme problemi këtyre njerëzve, Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'anin Kerim, o ju që keni besuar, nëse ju vjen ndonjë lajm në njeriu të prishur, vërtetojeni, verifikojeni lajmin. Çfarë lajm është verifikojnë këta? Edhe kur kemi gëzime pa pasur asnjë shkak për të verifikuar. Edhe pse ne falemi sheshet tona, prej traditës islame 1400 e ca vjetësh që muslimanët falin Bajramin shesh. Këta zemrohen, këta mërziten, kanë hallin e hapësirave publike, del LGBT-ja, të gjithë flamurët me ngjyra dalin, deputet, ministra, buzëqeshin, trëndafila, parfume, bukurie madhe, vllazëri, përqafime, puthje burra gra, burra me burra, gra me gra. Allahu Akbar, ku ka rritë shoqëria shqiptare? Shqiptari nuk guxojë kuti kur ti tregoj gishtin, sot nuk guxon do të thuash, mos ma prek fëmin tim, mos hyt ke shkollat, ma degradosh fëmin tim, mos shpik ligje që ti ndryshosh origjinën fëmijës tim. Dhe neve rrim ne musliman duli kokën. Na roj Edi Rama, na roj qeveria, na roj Saliu, na roj ky, na roj ai. Po, mikurizin e të fëmijëve tu, letrojnë dhe 200 vjet. Edhe 1 milion vjet letrojnë, se ne u mësuam me simptomat e kujt e diktaturës, ne ulim kokën. Po për të po foli ai, po folën ata, i madhi vet ai mo, ne ulim kokën. Po ne muslimanët parë, pastaj ata ulim kokën. Se kështu në Facebook jemi gjithë luan, tigra. Kur vjen puna, asnjëri për nesh nuk del të protestojë për fëmijën e tij. As kundra krimit organizuar nuk dalin flasim neve. As korrupsionit, as kur na vjedhin pronën, as nuk na kapërngamin nderin, familjen dhe akiden, neve rrim. Neve prap ham iftar me horrat. Prandaj, vëllezër dhe motra, kjo është hipokrizia e demokracisë e ligjeve të ashtu quajtura moderne. Thot Imam Ibn Kathiri rahimullahu taala, njeriu duhet të ketë kujdes mos dëmtoj njerëzit me gjykime nxituara dhe as mos pendohet më pas, mos ketë përgjegjësi. Por këta me çfarë drejtë me, ku t'i jap këtë drejtë vetes të komentojnë besimin tim, të komentojnë fen time, të komentojnë familjen time, të komentojnë rinin ton, vëllezër dhe motra tona. Pse? Ç'a halli kanë këta? Ata i tre me vërteta, vëllezër. Troç, nuk ka i tre me vërteta. I trem kjo rini që vjen për xhamia, ne nuk jemi të pagabueshëm, as pretendojmë i pagabueshëm. Kjo i trem ata. I trem morali yt, ndershmëria jote, fisnikëria jote, bujaria jote, që nuk ka shtëpi që nuk hyn sadakaja në ditët e festave islame, nuk ka shtëpi që nuk hyn. Kjo i trem ata. Shembulli i trem ata. Prandaj, sa herë që ka shembuj, shoqëri që kanë shembuj, njerëz që janë shembuj, qoftë me fe apo pa fe, hidhen në sulm mizat elektronike, që ta degradojnë imazhin e tij. Kush e di çfarë interesi ka? Terrorist, kriminal, ti e biri filanit, e bie filanit. Madje arritën për një aktivist, mos ka qenë skafis gjej se e njifte mirë detit. Shikoni edhe çfarë urrëti. Tjetër rrezikonte jetën. Mund vinte i vdekur, mund mos kthehesh më ata, shikonte familjen e tij. Ka mundësi ka qenë skafist. Ç'a halli pas ka zem. Kurse skafistët e drogës nuk i përmendin ata. Si mund ta përmendën skafistin e drogës? Si mund i përmendën ushtarët e krimit organizuar? Si mund i përmendën ata që i japin vota kësaj qeverie, edhe atyre që ikën, atyre që do vinë? Nuk flasin këta. Nëse janë vetë brenda. Dhe fajin e ka Islami. E kanë muslimanët, ata që dalin shesh, ata që thërin kurbane, se po na marrin kafshet. Sa krimi i madh. Ua, krimi i madh po qante ajo atje se, ishin thërë deshët, masakër po bësh me desh atje, me gjak. Por kafshët që jetojnë rrugë dhe vdesin, ata nuk flasin, madje njerëzit për ta janë kafshët dhe me kaluar kafshës. Prandaj vëllezër dhe motra, lutim Allah na ruaj nga sherrri i tyre. Ne lutim Allah na ruaj nga e keqja e tyre.
E lusim Allahun t'ja kthej këtë shpifje, këtë përçarje, këtë nxitje brenda llojit tyre dhe inshallah t'i shikoni me sytë tuaj përpara fëmijëve tuaj, përpara fesë tuaj, përpara kombit tuaj. E lusim Allahun azza wa jalla na ndihmoj dhe na ruaj nga e keqja dhe sherrri tyre që duket dhe nuk duket. Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. O vëllezër, nga eksperiencia ime thjesht modeste, duke lexuar prej shumë kohësh libra që vërtet na ndihmojnë për të kuptuar realitetin tonë shqiptar, duke krahasuar me vende të ndryshme të botës. Faktikisht gjitha këto lajme i ka një dorë vetme. Sa herë që atyre u del në një rreth korrupsioni i madh, shpikin një term, shpikin një qëllim, shpikin një individ që bën diçka për të hequr vëmendjen nga problemet tjera që janë më të mëdha. Dhe sa herë që ju intereson shpikin dhe ligje, e nxjerrin dhe deklarata si e si të humbin gjurmët. Megjithatë, kjo nuk duhet na nxjisë neve të jemi njerëz pa drejt, po të jemi korrekt në radh parë me fen tonë. Duke qenë korrekt me fen tënd dhe me islamin tënd, jam i bindur që do të japësh atyre një mësim që ta marrin vesh historia deri në ditën e Kiametit. Prandaj hipokrizia e epokës moderne nuk na bën neve dhe nuk na trem fare as ligjet e tyre, as propaganda e tyre, as shpifja e tyre, as dredhite e tyre, siç nuk tremën pejgamberin alayhi salatu wassalam. Prandaj nuk është gjithmonë zgjidhje heqtja, ta kuptoni këtë. Heqtja ka rregullat e veta, ka normat e veta atëherë kur duhet. Nuk do ulur koka, e keni gabim këtë, do ngritur zëri para se të vi djali me fustan ke shtëpia. Para se vajzat vi me mjekër ke shtëpia. Para se thon çon nga kjo toka që ke këtu, se e ka bler një çifut apo një polak. Para se të vinë dhe të trajtojnë sikur je i huaj në tokën tënde, para se të na mbysin emigrantët e çdo lloj populli me gjithë respektin për ta. Prandaj, o ju vëllezër dhe motra, neve kemi arritur këtu sepse për bukën e gojes, për një vend pune, ne votuam njerëz që sot na trajtojnë sikur si jemi komijon, nuk jemi neve zotët e tokës, por sikur jemi të huajt e vendit tonë. Sikur jemi ardhur për sevap në vendin tonë. Prandaj, sa herë që ata e sulmojnë islamin, ne anarritet imani. Sa herë që sulmojnë xhamit dhe thonë, pse ngrini xhamia, ngrini shkolla, ngrini ju shkolla, ne detyrë xhamia kemi. Sa herë që ata sulmojnë besimtarët, ne na forcohet besimin dhe lidhja vëllazërore. Sa herë që ata shpifin me historinë islame, neve na dalin faktet si rrezet e diellit. Prandaj, ky nuk është problemi ynë, është problemi tyre. Janë sfidat e tyre të brendshme, qëllimet e tyre, agjendat e tyre, problemet që kanë ata me hallet e tyre, jo me neve. Ne jemi përballë një grupi njerëzish që flasin mbrapa mediave. Nuk kanë burra të flasin drejt për drejt. Prandaj, besimtari duhet të ketë frikë Allahun azza wa jalla dhe siç thot Zoti në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, mos ju lejoni që urrejtja ndaj një populli t'ju shtyt jeni të padrejtë. Jini të drejt me ta, sepse kjo është më afër devotshmërisë. Ky ajet zbriti për pejgamberin dhe sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, kur u kthyen si fitimtar dhe i mposhën Kurejshët dhe gjithë dredhit e munafikëve të xifutëve, pra edhe pse ata ishin pa drejt ndaj jush, ju e mbani drejtësi me ta. Jepini hakun atyre. Kjo do na ndihmojë ne vëllezër të ecim në rrugën e dur. Dhe shlirohemi nga kthetrat e degraduarve, hajdutëve, matrapazve, njerëzit që shesin dinin, shesin imanin, shesin fen, shesin kombin, shesin familjen, nuk kanë turp. Sepse në terminologjinë e liberalizmeve ose neoliberalizmit nuk ka diçka halal dhe haram. Nuk njihet morali, nuk njihet e drejta dhe e padrejta. Njihet çdo term që ata vendosin bot kuptimi i tyre mbi fen, shoqërinë, ekonominë, kombin, vendin, racat, ngjyrat, traditat, kultura. Prandaj dhe ata duan që të na bëjnë gjithëve një lloj. Siç na bëri diktatori gjithëve një lloj, na vishte gjithëve një lloj, na qethe gjithëve një lloj. Na jepte bukën gjithëve një lloj. Barazi thoshte ai, edhe pse hanë një çinj përpara vete, ju si popull jeni në mirëqenie.
të ronte ai. Kështu neve sot me shumë servilizëm, me shumë lustra, me shumë falsitet, i lymë dhe i ngjyjmë politikanët ta nga gjitha krahët. Dhe të na rojnë ata, se po na japim bukë, po na zhvillojnë vendin, po na shesin detin, po na shesin malin, po na shesin energjin, po na shesin ujin, po na shkatrojnë familjen, ata të na rojnë neve. Kurse neve s'ka gjë, ne jemi bujar, edhe kur cënohet akidja, edhe kur cënohet feja, edhe kur cënohet familja, edhe kur cënohet pasuria, edhe kur cënohet kombi, edhe kur cënohet ekzistenca e një vendi, ne jemi bujar. O lezer, unë nuk e di a kemi akide e besim neve apo jo, por lusim Allahun azza wa jall na forcojnë fenë e tij. Lusim Allahun azza wa jall na forcojnë fenë e tij. Lusim Allahun ta shikojmë të besim dhe këtë akide në praktikë, kjo më thashë theme o vëllezër. Lusim Allahun azza wa jall ta marrim pak seriozisht çdo çështje kur e hidhni votën. Mirë pak seriozisht kur e hidhni votën. Merrni seriozisht sepse ndryshe jemi bashkëfajtor me ta. Jemi bashkëfajtor me ta. Merrni seriozisht kur e zgjidhni një njeri i cili nuk ka moral, akide, fe për veten e tij, jo do ketë për popullin dhe për njerëzit. Prandaj lusim Allahun azza wa jall na ruaj nga sherrri i tyre. Lusim Allah na ruaj nga e keqja e tyre dhe mos përcillin çdo gjë që thon njerëzit, siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Man tahaddatha bi kulli man sami'a faqad kadhab." Pra kush flet me çdo gjë që dëgjon ka gënjur, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, çka tregohet që në fen ton nuk duhet përcjellim lajme, gënjeshtra, pa dashje apo me dashje, si që të bëhemi viktima atyre njerëzve që ushin urrëtitje në vendin ton. Prandaj dhe siç thot Hasan al-Basri rahimullahu taala, kur fillojnë fitnet dhe sprovat, dietarët i njohin që nga fillimi. Kur dalin thot, i njohin njerëzit e thjeshtë. Pra neve ju bëjmë thirrje që t'jeni të kujdesshëm, të edukoni fëmijët tuaj me moral, me besim, me akide. Neve nuk jemi të pagabueshëm, por përpiqemi mos gabojmë me dashje. Neve përpiqemi të ecim sadopak rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ta ndjekim rrugën e tij praktikisht, dhe jo vetëm teori, vetëm pamje. Se jemi fiksuar shumë mas pamjes, po në praktik. Në vllazërinë tonë, në familjen tonë, te baballarët tonë, te gjyshrit tanë, te farefisi jonë, te komshia jonë, nuk kanë çfarë të bëjnë ata vëllezër, edhe sikur të shpenzojnë miliardat e tyre në emër të ekonomisë, zhvillimit, integrimit, ngjyrave të ylberit, trëndafilave, parfumave, gjithandej, ata do të dështojnë me lejen e Allahut nëse neve e shtrojmë me qylimin ton duke shitur akiden, besimin, moralin, familjen dhe vendin. Lusim Allahun na ruaj nga sherrri i tyre. Lusim Allahun na ruaj nga sherrri i tyre. Lusim Allahun na ruaj nga sherrri i tyre. Lusim Allahun na ruaj nga sprovat që duken dhe nuk duken. Lusim Allahun na ruaj nga dredhitë e tyre. Lusim Allahun na ruaj nga dredhitë e tyre. Lusim Allahun na ruaj nga dredhitë e tyre. Lusim Allahun azza wa jalla ta ruaj vendin ton, fen ton, kombin ton, shoqërinë ton, të rinj dhe të rejat tona, nga sherrri dhe dredhitë e tyre, nga transformimi dhe degradimi. Lusim Allahun azza wa jalla për vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Lusim Allahun xhella xhelalu për vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë dhe Sudan. Lusim Allahun të ndihmojë vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë dhe Sudan dhe kudo që ndodhen. O Zot, nxjeli ata fitimtar, o Zot, bëj ata durimtar, o Zot, bëj ata shpëtimtar që nxjerrin njerëzimin nga kriza, o Zot, se aty ku ka kriza aty dalin burra që udhëheqin njerëzimin. O Zot, ruaj ata nga çdo e keqe, nga qielli, nga toka, nga djatha, nga majta, nga poshtë, o Zot i madh. O Zot, ti dërgoj ushtritë e tyre ti mbrojtësh vëllezërit motrat tona kudo që ndodhen. O Zot, ti dërgoj ushtritë e tyre, o jam kuruna, jam kurullah, bëjnë dredhi dhe Zoti i prish dredhitë e tyre. Lusim Allahun azza wa jall që na forcojë akidën dhe besimin. Lusim Allahun na ruaj familjen, kombin dhe nderin. Lusim Allahun na ruaj gjakun dhe besimin. Lusim Allahun azza wa jall që ti fundosi ata me llumin dhe zullumin e tyre. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.